E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar pak hyrjen dhe daljen të Limit nga Big Brother. Tani, mua më vjen shumë keq që po shprem kështu, por Big Brother VIP Kosova këtë vit ka qenë një skenar i lexuar. Do me thënë dukej që në qiell se çfarë planifikohej, çfarë do të ndodhte, si do të ndodhnin gjërat, nuk ka fare intimitet, do me thënë të gjitha lajmet dalin shumë më përpara se të merren vendime dhe mendoj që është një diçka krejtësisht e kopjueshme. Tani çfarë po ndodh? Limi futet në Big Brother, rritën shikueshmërinë, bën skena me Dolçen dhe me Albën sepse ka qenë një marrëveshje nga produksioni dhe në Andale, i telefonuar nga gazetarët e Andale, do me thënë tek gazetarja e nderuar Dalina Buzi, Limi pranon të vërtetën që ka qenë e gjitha një skenar dhe ka qenë një skenar i mirë menduar. Do me thënë, unë e kam hedhë hipotezën që në fillim, hyrja e Limit në atë pikë të lojës ishte një hyrje që ndikonte në rritjen e shikueshmërisë. Dhe Limi e ka treguar që do me thënë ka hyrë aty vetëm për të marrë shikueshmërinë e Big Brother VIP Albania. Një të dalur Limi nga Big Brother, shikueshmëria ra krejtësisht në tokë. Do me thënë, cilat janë platformat suksesshme? Platformat suksesshme për mendimin tim janë ato platformat të cilat kanë originalitetin e vet. Dhe në këtë rast, platforma Big Brother VIP Kosova nuk ka originalitet. Do me thënë është krejtësisht një copy-paste dhe për këtë gjë mua në fakt nuk më josh edhe nuk më pëlqen kur ka copy-paste. I pyetur edhe për Dolçen dhe për Albën, Limi e la të nënkuptueshme që nuk do merret as me Dolçen as me Albën. Do me thënë Dolçen e dogji brenda shtëpisë së Big Brotherit, atë gocën e cila shkoi në Grande Fratello, që u fuqizua, që u duartrokiqi, u shndrua në një fenomen brenda asaj shtëpie dhe fuqizoi Albën me lojën e tij. Dhe që të mos talinte Albën në mendime negative, duke i numëruar ditët që një ditë do të largohej nga shtëpia, Limi e puthi dhe e përqafoi Albën dhe për këtë gjë unë nuk e gjykoj Limin. Limi ka shumë të drejtë sepse Limi është marrë vesh për këtë gjë. Do të thënë ka nënshkruar një kontratë që gjërat të ndodhin në këtë formë dhe për këtë pikën unë bi dakord dhe vazhdoj drejt përpara. Do të thënë Limi e bëri punën e tij ashtu siç duhej të bërë. Ndërsa produksioni për këtë gjë pak po më befason për jo profesionalizmin, në me thënë janë në gjendje që të djegin gjithçka vetëm e vetëm për pak klikime. Tani e çuditshme është që Limi edhe nuk u mbajti sekretin, sepse do me thënë në Andale tha që ishte e tëra një skenar, apo ndoshta nuk e ka ditur që filmohet, por gjithsesi do me thënë Limi nuk do të vazhdoj as me Albën as me Dolçen. Unë uroj që të fiton më e mira në këtë mes dhe uroj që ky Big Brother meritohet fitohet nga Liona, për faktin sepse është një vajzë me shumë vizion dhe mendoj që mund të ketë një ndim në jetën e saj.